Përshëndetje të gjithëve, ju përshëndes drejt për së drejti nga studio jonë ngrohtë e Rezediellit, sepse ti do t'jetë edhe biseda në ditën e sotme, do të flasim me shumë nostalgji për gjyshrit, për ata që na kanë rritur dhe na kanë formësuar, për kujtimet, për dashurin pa kushte, për atë arkivën e sakrificave të dashurisë, të dhemshurisë, të urtësisë, e mbi të gjitha, do ta kthejmë bisedën edhe në kohët e sotme moderne. Sa i respektojmë gjyshrit, sa i përqafojmë ata. Dhe si ndryshojnë brezat e mëparshëm, prania e gjyshrëve në shtëpi, heronjtë e heshtur, ata që merrin më tepër vendime. Në fakt jemi frymëzuar nga një libër, të cilën e ka shkruar Sonila Strakosha, Portret gjysheje, një autobiografi për të gjitha historitë që vinë në mendjen e saj në kohën kur ajo ka jetuar dhe e ka dashur dhe ka përqafuar gjyshen. Në ndiqni gjithmonë bisedat për gjyshit janë ato që ne i duam shumë dhe nuk është vonë kur për t'i u dhënë një përqafim dhe për t'i dhuruar dashuri si kundër ata na japin pa kushte çdo ditë të jetës tonë. Tani le të shkojmë në kuzhinë dhe aty kemi tradit, nostalgji, receta të shijshme. Të gatuaj me Albanën. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Ti e përmend shpesh gjyshen në emision. Po, unë kam dhe profesionin e gjyshes. Po. E kam të vazhdimisht që deri në 20 vjeç. Gjyshet janë kam qenë shumë jashtë kuzhinës, absolutisht fare. Por ajo gjë që unë shikoja gjyshen çdo ditë sepse me atë jam rritur, flente brenda meje. E kam thënë disa herë që po doja të bëja një vestë të skuqur, e verta dilte jashtë e bardha futej brenda, do të thënë aq rënd, sepse kisha njerëz të tjerë që gatuanin. Por gjithmonë diçka, kujtimet e gjyshes ngelen dhe sa vite shkon, aq më tepër ti je. Kemi ato shprehje. Nga gjyshja, as nga nëna jo, as nga mamaja jo, nga gjyshja. Të gjithë fëmijët që janë rritur me gjyshe. Po. Edhe janë me fat ato që i kanë patur në shtëpi, kanë patur afër. Kanë marrë shumë dashuri. Por familja dhe kanë ndryshuar dhe gjyshit janë më të vetmuar, jetojmë larg nga niprit mbesat e tillë ka ardhjeta. Diku jetonin në një familje të madhe, sepse dhe shoqëria vetë ishte kolektive, sot jemi drejt shumë individualist. Por është momenti dhe koha që t'i rikthejmë syt tek gjyshrit tanë, t'ju falim sa më shumë, sa ata nuk kanë nevojë për gjë tjetër, vetëm për një fjalë të mirë, për një përqafim. Sikundër na e kanë dhënë gjithë jetën. Dikur, mbaj mend që thoshte gjyshja, moj bi, thoshte, leqë ri mos t'kish. Shoqëria ka qenë nga vetmia, dhe pse ato kishin njerëz, pra ty djali qëndronte me nënën, djali i fundit qëndronte me nënën. Por tani, unë do vi pasticën e gjyshes. Okej, ti rikthehemi duarve tani. Vetëm me një ndryshim. Do për në një shtesë. Jo, asnjë shtesë nuk do bëj. Gjyshja ime bën çfarë djathrash kishte në shtëpi. Në ato vite nuk kishte mundësi të çfarë mbetjesh ishin të djathrave, ato përdonin. Tek vezët që flasun duhet jenë diku tek 4 vezë, 3-4 vezë që të dëshironi ju, në bazë të madhësisë vezëve që kanë, patjetër më duhet gjalpi, çfarë është bylmet, djathi, qumshti, djathi i bardhë, djathi i verdhë, çfarë të doni ju nga këto gjëra, pastaj kam mielin, kripën, e vendos direkt pjesën e gjalpit, ja shkoj ta marr këtu mbrapa unë gjalpin që moj gjalpa shef gjithja apo jo? Më mirë se këtu e kemi ja të shkryej. Unë s'kam bërë akoma edhe në moshën e gjyshës time të pakën. Ajde, gjalpi tretur. Mendje ku ke mbetur, ti gjyshja akoma. Shtoj. Tash e kishe në rol që ta bëje si qaronin dhe gjyshet se mosha ngarkesa. Shtoj gjalpin. Kam mielin, por më pëlqen shumë që gjalpin i shtoj dhe pak vaj. Nuk digjet, asnjë rast tjetër. Masën e miellit. Dhe bëj një përzierje, nuk harrojmë, e para gjë vendoset fura që të parangrohet. Kam zirë makaronat, të ujë kam shtuar pakës fare krip, nëse doni ju që mos ngjitin makaronat mund të shtoni pak vaj, dhe keni të tilla. Unë bëj beshamelin fillim fare, që ta kem gati dhe më pas të merrem me shtimin e vezëve dhe të djatrave. E lë mielin që të shkrihet i tillë
tek gjalpi, ja, kjo më duhet. Kjo është konsistenca e dur, që është si krem. është si krem. Do të shtoj qumësht. Avash, ose të nga dal. Ja. Edhe kur mielli piqet mirë, edhe nuk frizohet. Kur thahet aty edhe piqet. Që shpërthejnë aromat e miellit. Do të shtoj një mas kripe. Sepse uji makaronave ka krip. Shtoj dhe pjesën tjetër. E lë paksa. Që të mpikset. Dhe direkt arë myshk ose arë moskat. Jo shumë. Po, bëj një diferencë, jep një aromë të mirë. Edhe pak jo. Në momentin nuk e duket që kushtoj shumë. Absolutisht jo, sepse unë do ta ndihmoj sërish me qumësht. Një keme pak lutem qumështin? Mjafton të jeti ambientit dhe jo i frigoriferit, sepse është tepër e vështirë më pas. Mezi të marrë temperaturën, mezi ambientohet në... Ka dy mënyra të beshameli, janë dy mënyra. Po të duam ne, beshamelin e shtojmë tek makaronat, ose në të kundërt e shtojmë sipër. Nëse unë do ta bëj në masë të trash, do kuptoj që do marri sipërfaqen, që do i marri ngjyrë dhe brenda do jetë në formën e qullit. Pra duhet të gjej konsistencën e duhur, që edhe makarona ta përthithi, edhe sipër të dalë ajo sipërfaqja e duhur me djathtë. Shtem tërësisht masën, kjo është paketim 1 litër, apo jo? Po, do ta shtet të gjithë masën. Normalisht sepse kam shtuar makarona më tepër, ju i keni të gjitha me gramatura dhe por nuk ndalem vetëm këtu me lufron, kam dhe një recet tjetër me qumështore. Tash sot e premtja le të jetë dita e bylmetrave. Qumështorin atë me pet. Tradicionalin me. Tani te petet, po, te petet të radhë, të gatshme të radhë. Këtu do të shtoj vezët. Tani të bëj një sa të qash të gjitha vezët aty, t'i përziesh mirë. Le të rendisim pak produktet e pastiqes ton tradicionale, që familjet tona e gatuajnë shpesh në disa mënyra. Do njerë dhe të mbushura, ne sot e kemi me beshamel, kemi një pako makarona spaghetti, kemi qumësht, kemi 3-4 vezë, kemi djathë të bardhë, krip piper të zip. Beshamelin e ndërtoj me 2 lugë gjelle gjalp, 2 lugë miell, qumësht, krip armoskat dhe 200 gram djathë kaçkavall. E lë edhe pak dhe do t'i shtoj në kokorvez. Përse më du ta përzej vazhdimisht, sepse ansoret mos të ciknoset. Edhe ndihet asaj aroma në gjithë pastiqen. Shtoj shumë pak masën e djathit. Aty kemi grupuar lloje të ndryshme djathrash nga erzeni, apo një djathë të bardhë? Kam, ja. Djathin kaçkavall aty. Kam të gjitha, Djathë lope, mund të shtojmë djathin kaçkavall të deles, pra në bazë të preferencave, se kjo pjesa e djathrave është dhe çfarë ka mbetur aty tek. Do të shtoj një vezë shpejt. E përzihej shpejt që mos të piqet veza.
E lë derisa të iki era e vezës. Unë e kam thënë shumë mirë, për të larguar aromën e vezës, ne shtojmë uthull. Por, nuk bëjmë të gabim këtu, sepse unë do të shtoj uthull këtu, do bëj gjizën. Gjizën ose djatin. Djatin ka shkavall kur ne shtojmë vezën. E lë paksa, dhe përveç lërët, për t'i bërë një trazim të mirë të makaronave. Ama me duar. Makaronat cilat në njerë zgjedhim ato që janë më të trasha, janë si pas numrave. Faktikisht ka marrë për pastice, faktikisht. Duhet jenë diku mesatare, se ato të trashat sikur të rëndojnë, sikur marrin shumë pesh kur gatuhen. Ndërsa këto me këtë numrin mesatar, trashësisë, e bëjnë pasticën më të mirë. Një trazim i duhur, e vezët edhe djathin. Tham që nëse nuk doni që t'ju ngjisin makaronat, sepse ajo varet pastaj nga cilësia e makaronave. Derisa të jenë të shkriftuara mirë. O, Niki. Ta lyem këtë? Jo, më fare mos ta lyem, më mirë që të djatin këtu. Ja, këtë poshtë djatin e bardhë. Kemi ta. Djatin lopë, ja. Duhet edhe të thërmuar, ndoshta merret e gjithë masën. Ah, bravo, ja. Pizza ka disa trime. I jep një shije shumë të mirë, bylmet. Ja, kjo më duhet. Pra mund të themi që djathi është një nga përbërësit e duhur kryesor në këtë pastice. Kjo më duhet. Sigurisht, bashkë me qumshtin, mosit e thatë. Në brëndësi është veza. Këto na mori një 3 vezë. Gjithashtu hodhëm edhe tek beshameli. Dhe tani do t'i japim atë fazën e fundit. Shqisi është krem. Beshameli u bë një krem homogen. Tani zgjodhëm që ta pjekim në një tepsi të tillë. Nëse ju dëshironi, kam më miell këtu? Jo, një sekundë. Ja kemi këtu përdeshe të hapi, nëse nuk kemi pakut të hapur, që mos na ngjisi, pasi kemi lyer tepsin. Bjeri shkurt. Pasi kemi lyer tepsin, e pudrosim me pak miell dhe kjo e mbron më shumë nga ngjitja. Ja, një pudrose të lehtë të tillë. Atë nuk shënduart. Jepi dhe pak tek mesi. E veçon nga baza, fundi i... Do të shtoj të gjithë të masë këtu. Bëre pisa? S'ka problem. Masën e kemi... Se di tani tepsin, mos e kemi të vogël, por jo, është tamam. Se e përdorëm të gjithësin e makaronave. Pra, në ato raste kur trazimi, përzierja ka shumë rëndësi në këtë recetë. Edhe masa e djathit. Po, të gjitha makaronat të kenë mundësi të lyhen, marrin ato aromat edhe shijet e përbërësve të tjerë, të vezës, vajit, ulliri, gjithashtu djathit përhapet në mënyrë të trajtshëm. E tani shtojmë beshamelin dhe gati e kemi për në furë. Furën e kemi para ngrohur në 195-200 gradë. Dhe rezultati do t'jetë... Shiko? Një ngjyrë është një sosi mualebi. Po. Opa. Dal. Është tepër kremoze. E përthith, sepse ka këtë trashësi të duhur. Ta ndihmojmë me një lugë të vogël? Jo, se dalin ato. Dalin këto makaronat dhe dua vetëm të shtresa. Ato po bëhen kërce.
kush nuk e ka pjekur pasticën dhe nuk ka trequr këto që të makaronat Sa të duash. E thata që marrin një ngjyrë më të errët se sa pjesa tjetër. Këtu. Super. Ja, kjo ishte pasticëja. E përgatitëm në pak minuta, do t'i zjeni makarona dhe paralelisht me të do të përgatitet edhe beshameli. E gjithë masa. Ja, dhe përfunduam në furrë për të pjekur dhe ne rikthehemi pas mesazhit promocional shumë shkurt për të vazhduar me cilën recetë. Me qumështorin, me qumështorin të dytin. Te kalojmë tek e ombla, ju presim shumë shpejt rikthehemi. Gati për qumështorin të së bashku do t'i lexojmë produktet që na duhen për përgatitjen e kësaj recete të ëmbël të traditës tonë. Janë dy variante në fakt, me pet edhe pa pet. Me pet, pa pet. Si të dëshironi ju. Receta është shumë e lehtë. Qumësht, pa pet. 1 litër e gjysëm, 200 gram sheqer, 2 lugë gjelle miell, 2 lugë gjelle niseshte, 6 kokra vezë, 1 buzëqin vanilje, 4-5 peta byreku të gatshme dhe po ashtu 1 e verdhë veze, si duket për të lyer pjesën e sipërme për të marrë atë ngjyrën e bukur të qelën. Qumështori me pet. Petët i kemi këtu, të buta, marrim 4-5 prej tyre. I lëm një herë sa të bëjmë këtë kremi këtu. Qumshin e kemi ngrohur. Qumshin e ngrohur. Vendos. Një tenxhere të voçkël. Edhe yndyrën. E largoj direkt që mos kem asgjë. Kam niseshte, po të duam në shtojmë edhe miell, pa tjetër. Po e lisëm të kremin. Tani kjo do një tenxhere, një tepsi të madhen. Ja ku kam atje direkt, po. Shtoj. Ka mënyra të ndryshme të qumështorit. Me pet, pa pet, si të dëshironi ju. Si pas zonave, po edhe si pas dëshirave dhe mundësive. Ndërsa të bëhet një masë kremoze, e flok, një afër me petut. Pra, i kushtohemi një herë kremit, sepse unë kremin dua që të më ftohet. Pra ndaj dhe, shtoj qumësht, me bollok. Aj sa ma më duhet dikut e 1 litër e gjys. Sot e pas kemi gjithë punën në uzhinë me të trazuar me telin, me qumshtin, Shtoj me të bardhën. mas vanilje. Shtuam aromën e vaniljes. Niseshte. Gradualisht. Niseshtja, pavarësisht se shtuam edhe mielin, ndoshta e mban si më të butë. Patjetër. Kremin, gjithmonë kur e përdorim tek petët. E ullën dhe të sim.
I largojmë, na duhet më nisë shtelo. Tani vezët i bie të hidhen të gjitha? Okej, të qumshi që është më me pak temperaturë. Bëjmë rahjen e vezëve. Pra ky qumë që pushtuam vezët nuk ishte aq i nxehtë sa ai tjetri. Prandaj dhe lash. Pra s'ka nevojë, jo vezët i rahim veç, jo ande, jo këtej, absolutisht s'ka nevojë. Është nxehtë, bën xhixh. Tani është momenti t'i bashkojmë, pasi vezët kanë marrë atë temperaturën e qumshit të ngrohtë dhe vazhdojmë ta trazojmë derisa të plotësohet, të trashet, të rëndohet teli dhe të formohet kremi që duam. Që mos të prihet veza është problemi. Pra nuk harojmë, është me zona të ndryshme dhe unë që mos ngjilet hatri asë lloj zone, shtova miell, niseshte. Po normalisht, në bazë të profesionit tim, bëj dhe unë ato ndërhyrjet e mia, të duhura që shkërmin njëra tjetrën. Se kjo gjithmonë më pëlqen që ta theksoj. Po, patjetër që edhe e përmirëson më mirë. Gjalpin, jep atë, dikush i tha njerëz që a kjo është velvet. Atë velvet që the, jep atë butësin, atë të mëndafsht, atë të katifenjtën. E shtojmë me masën e qumshit që unë e kam ngrohur, që ju e keni ngrohur më përpara, gjysmën e leni më vete, dhe gjysmën tjetër e shtoni këtu. Më parë vezët, nëse doni t'i rini veç, në të kundër t'i rini bashkë me qumshin dhe shtoni të dy masa derisa e shikoni që është plotësuar si krem. Shtoj pak temperaturën. Tani do merremi me pjesën tjetër, me petët, gjalpin. Kemi dhe një të verdh veze që do t'ja shtojmë në sipërfaqe. Të duhet të jetë edhe mas e ftohtë. Nëse unë kam këto petët, ose dhe petën që ju keni bërë, nëse nuk rini këtë masën që të ftohet, ajo petë do të qahet. Nuk do bëhet pjekja e duhur poshtë. Prandaj dhe unë kam vendosur të bëj, vendos disa petë më tepër se kaq, duke shtuar pak yndyrë në tigan, që të marrin aromë. Gjallë, që të ketë aroma, sepse është ëmbëlsirë. Ja. Pa tjetër që tani gjalpi të ëmblat janë pjesë e këtij muaji. Duhet të përgatisim pak trupin dhe pastaj të fillojmë të tresim ato ushqime që do na shoqërojnë gjatë gjithë mesit të dhjetorit e tutje për festat. Pra do të shkrim gjalpin dhe t'ja shtojmë aty. Kështu që ne e presim edhe pak, ndoshta e montojmë dhe e rregullojmë pas reklamave. Shumë mirë, është ftohur edhe pak kremi. Është ftohur edhe pak kremi. Sepse edhe duhet të marrë atë formën dhe duhet të ftohet, kështu që ka publicitet, një pauzë vogël dhe na rikthem përsëri në përfundim të recetës tonë të qumështorit. Ju presim. Rikthehemi në kuzhinën tonë të përfundojmë edhe qumështorin, fillimisht për anvisat cilat tani sapo hynë në shtëpi edhe janë duke na ndjekur. Dhe t'ju tregojmë pak produktet që na duhen për përgatitjen e një qumështori. Ky kremi ka dalë fantastik. Si mualebi. Fari pak përpunzuar, i një trajtshëm, velvet. Qumështor me petë, ju duhet qumësh 1,5 litër, 200 gram sheqer, 2 lug miell, 2 lug niseshte, 6 kokra vezë, 1 bustin vanilje, 5 byreku të gatshme, nga ato të njomat, dhe 1 të verdh veze. Tani kemi përgatitur kremin dhe kanë ndjekur anvisat këtë proces. Vazhdojmë me fazat e fundit të recetës. Vendosim 2 petë tek tepsia ku do të gatuajmë.
ku të pjekim qumështorin, duke i spërkatur me yndyrë. Edhe në gjalp që i jep dhe e ruan atë aromën. Dhe nëse shikoni, duket e kam lënë pak më tepër. Të rësohet. Po. Për aromë? Ja, po. Sërish vendos petë, sepse në furrë, ndërkohë kujtojmë që kemi pastiçën me bechamel. Edhe trazojmë vazhdimisht kremin sepse ai ajkoset zë një cip nga qëndrimi dhe nga yndyra. Në fakt, ky qumështori që është me petë është më i mirë për ta, sepse zhiru priet më kollaj, është më vendos më tepër. Një sekond, kemi dhe produkte të recetës, si të çka gatuajmë më pas? Kemi ndonjë supë? Kemi një supë me patate dhe lule lakër. Okej. Opa, u dogja. Shëndet. Kur them unë mendja. Atë sheqeri. Tani e shtrojmë në këtë shtratin me petë të gjithë masën kremoze që përgatitëm dhe që është fiks për. Sigurisht në fund ajo ngjit pak, është normale. Ndoshta ne e eliminojmë, marrim vetëm pjesën e kremit. Marr një lugë dhe e përhapim në mënyrë të njëtrajtshme. Ajo zë vënte edhe vetë, nuk dhe nga pjekja e shtimi i të verdhës së vezës, ne marrim atë ngjyrën e bukur, shkëlqimin. Gjë që do t'i japi tani edhe një butësi duke e mbuluar me këto petët. Ka qenë e kam bërë si zarf. Ka qenë dikur një këngë e Bashkim Alibalit që thoshte letrë më ke cu, më ke shkru atje në kufis, të pas kam haru që kur ishin fëmijë. Nuk e kam haruar edhe unë, të lloj si që bënte gjyshja, me që biseda sot është për gjyshet ja. Një bised e ngrohtë, një shije në zarf, një shije në zarf, kur shkoj në moshën time, të zarfet do t'i kujtoni shumë. Por jam e sigurt që dhe mua do më kujtoni shumë të punë. Edhe këtu jam e sigurt. Me që jemi të zarfet të kartolinat ato të shkruara tani, dhe ato e kanë humbur, megjithatë ka një lloj rikthimi. Ka. Gjithmonë do të rikthehemi tek tradita. Edhe në urim. Te këtu përfundon qumështori. Do ta vendosim tani të piqet. Në furrë. Direkt. Edhe pasticë apo ne. Dhe shumë më mirë është sepse bëhet në fillim poshtë dhe më pas ne ndrojmë vendet. Pozicionet. Pra, pasticja dhe qumështori janë në proces pjekje. Kalojmë tani tek receta tjetër, tek supa. Shohim pak përbërësit e supës tonë. Kemi lule lakrën bazë, kemi pataten gjithashtu, kemi qepën. Të tjerat i lexojmë së bashku dhe ju patjetër edhe në kanalin tonë në YouTube në Reze Dielli do t'i riktheheni këtyre recetave që dëshironi. Një jakni me lule lakër, me patate dhe me salcë domate. Një lule lakër, 2 patate,
një qep, 2 thelpinj hudhra, salcë domate, domate e grirë, koncentrat domate, pra salcën, paprika, piper i zi, një gjethe dafin, krip dhe vaj ulliri. Në këto 5 minuta ne do ta përgatisim. Është një recetë shumë e thjeshtë. Është punë tjetër vlimi, ja? Është punë tjetër vlimi. Bravo. Po, përgatitja e produkteve. Në yndyrë shtoj direkt qepën. Shtoj një mas kripe dhe nuk më duhet që mua të më bëhet qepa në fillim. Përse? Sepse kam masën e patates që do më shumë se qepa. I përzije. Gjatë përzjerjes do të shtoj pra 2 lloj salcës dhe domaten dhe ato pak më të koncentruar dhe paprikën. E specit shtoj edhe salcën e domates. Po. Opa. Shtoj specin e kuq. Pakës piper, një mas kripe, përzjerje. Ja. Më merë mali për shtëpi, për fushe e për mal, nuk e kam haru shamin, që kur ta pa ta fal. Kusha ka kënduar nga qa vite është i paket? U sa du. Në ato vite që u them, pas kam egzistuar, edhe e vogël. Vetja shumë e... Të duket vetja e hershme, do më thënë, që në kujtes të këngëve të vjetra. Ate në mos gaboj, është kënduar diku tek, besoj se tek 83-shi. Po. Bashkim Alibali, e përshëndes edhe bashkimin. E ke kujtuar disa herë, ose duket të kanë... E kam dëgjuar shumë dje, po. Se mos e ke dëgjuar kështu orët e fundit, edhe... në një këngë dhe ajo mbetet pastaj gjithë ditën mendje. Shije dhe poezi. Si mundesh do të... Ti kur shkon në dush, nuk këndon ti drejtën. Me thënë drejtën, jo. Jo! Po je rasti veçantë. Je rasti veçantë. Unë i këndoj të gjitha me nanana, edhe kur nuk i di, tek si refuzvet, s'ka problem. Ti kundërshtimi nuk kam. Këtu, shtoj edhe lule lakrën. Të gjitha, dafinën, edhe illa të bëhen. Ja do të zjenë. Prandaj sa shumë 5 minuta kemi kohë, a do të kemi mundësi ta realizojmë recetën dhe ja u realizua. Një jakni, edhe një këngë gjellë e salcë, edhe duke kënduar, pa tjetër me patate, me lule lakër, një mënyrë tjetër për të gatuar një recetë të tillë duke përfshirë këto 2 perime. Ujë sa të mbulohen. Të mbulohet. Sa të mbulohet, ja. Sa do të zjenë? 10 minuta maksimumi, besoj. Pa tjetër. Patatet janë të prerë në kubik të vegjël. Është patatja e re, është patatja e re, në varë se gjithmonë të patatës. Lule lakra, sa më të vogla tje boqët e lule lakrës, zien akoma edhe më shpejt. Pavarësisht është pak me ashpër. Qepa është njësoj me pataten, të gjitha këto, në fund fare në shtojmë bimë aromatike. Unë nuk do të shtoj tani. Bimë dhe shtojmë në fund, se e freskojmë pak. Të shtojnë një dy këshu, do më si për ritual. E neutralizojnë edhe aromën e fortë të salcave. Kështu që, ja tek i kemi të përfunduar, ndërkohë, receta e shkruar do t'jetë edhe me tekst, edhe me video në Reze Dielli. Mos harroni, na ndiqni aty për recetat të tjera, për këshilla, për biseda dhe gjithçka që realizojmë në program çdo ditë nga ora 9 deri në orën 11. 2 recetat e tjera që vazhdojnë të piqen në furrë, përsëri aty do të jenë me foto përkatëse dhe në rrjetet tona sociale. Na shkruani për çdo sugjerim tuaj në Reze Dielli, në Facebook,
në Instagram, në YouTube. Po patjetër. Të lumë qënduar. Recetën të bukur sot. Recetën edhe këngën mund t'i keni. Mund t'i keni fala sot. Të lumë shënduar. Fundjavë të bukur. Faleminderit. Edhe ti me familjen tënde, gëzosh dhe unë më ndërofshi që të gjithë. Faleminderit. Ne do të shihemi pas pak, pas fleshit informativ. Kemi një temë shumë nostalgjike sot, një nostalgji të ëmbël për të kujtuar gjyshrit. Janë arkiva e dashurisë tonë, e sakrificave të heshtura të tyre, e dashurisë, e mençurisë. Kush ka jetuar me gjyshër, mund ta kuptoj më mirë dhe më thellë këtë bisedë, sepse edhe të ftuarat mikeshat tona do të flasim për këtë lidhje e ngushtë emocionale, shpirtërore me gjyshrit, për kujtimet, për kujdesim, për atë dorën mbi flok, për fjalën e ëmbël, për aromën e gjysheve. Shkas kemi marrë faktikisht nga një libër i cili është shkruar me një sinqeritet fëmije, si që është Portret gjysheje, një autobiografi nga Sonila Strakosha. Po jo vetëm një autobiografi, por është një lloj marrëdhënie mes brezave, një lloj marrëdhënie gjyshe mbes, që reflektohet aq bukur, aq pastër, në mënyrë aq të sinqertë, sa kushdo që lexon, rrënqethet dhe nuk i ndahet. Gjen veten aty, gjen fjalën e duhur, gjen emocionin e duhur. Kështu që përgëzime, Sonila, mirë se erdhe si autore dhe të rrëfesh këtë marrëdhënien e thellë me gjyshen tënde. Faleminderit. Gjithashtu, do të ndajmë me Anisa Hysesani, pedagoge. Mirë se erdhe, Anisa. Faleminderit për ftesën. Edhe raportin tënd me gjyshrit. Ke jetuar ose i ke patur shumë afër? I kam patur shumë afër dhe në periudha të caktuara dhe kam jetuar bashkë me gjyshrit. Sidomos nga të 4 gjyshrit më ka ngelur vetëm gjysha nga ana e mamit dhe kështu që në një lloj mënyre raporti jonë është shëlluar akoma dhe më shumë këto vitet e fundit. Pra, ke patur fatin që ti shohësh e ti jetosh e ti njohësh të 4 palë gjyshrit. Po, dhe ka qenë vërtet, gjysha nga ana e babit. Kjo është gjyshi nga në mamit, me cilin ka 3 vite që ka ndruar jetë, dhe kam qenë aty deri ditën e fundit që e ka ndruar jetë. Me gjyshit nga në babit edhe ke jetuar, më the, po? Po, kam jetuar për një periudhë kohë. Në fakt ata ka ndruar jetë kur unë isha në klasë të 8 gjyshi dhe diçka në vit parë ose në vit 2 gjimnas gjysha, duke qenë që ata jetonin në Memaljej. Se unë kam lindur në Memaljej, jam me origjinë përmetare, dhe ndërkohë që isha zhvendosur në Durrës në periudhën kur ata kanë ndruar jetë, kështu që kam qenë pak i distancuar në ato vite, por kujtimet e fëmijërisë i kam shumë gjalla, si me gjyshit, ashtu dhe me 2 gjyshat, dhe them që kemi qenë një brez Më i lidhur me gjyshrit tanë. Më i lidhur dhe them që sepse ne kemi jetuar, sot ka ardhur koha e tillë që i kemi më larg gjyshrit. Pra brezi që poritet me gjyshrit në shtëpi, sepse edhe familja e tillë është shpërndarë, është ndarë. Më përpara ka qenë një familje më e madhe ku gjyshrit ishin ata heronjt e shtëpisë, gjyshja mençurake e shtëpisë që komandonte gjithçka. Për të folur pastaj edhe për raportet të tjera më të thella, Sonila, pse një libër Portret gjysheje? Çfarë të nxiti, çfarë të frymëzoi për të shkruar këtë libër? Kaq të bukur duhet thënë. Atëherë, Niki, është autobiografi, patjetër. E ndjeja se nevojë shpirti, të them të drejtën, lidhja me gjyshen, të gjithë kemi jetuar gjyshrit, të treja ne që jemi këtu e dim shumë mirë, është një lidhje veçantë, është një lidhje speciale. Gjyshja mbase gjyshrit përkëdhelin pak më shumë se prindrit janë më përgjegjës për të shortojnë ndonjëherë dhe më fort, ajo përkëdhelja janë gjyshit që të mbrojnë nga ana tjetër. Ose është pak shumë e pafajshme kjo që them, kur shkon për ditëlindje kur të fusin atë lekun te dora, kur t'japin, kur të përkëdhelin atë flokun, janë gjëra që mua më kujtohen, i mbaj mend dhe nuk arrit dot t'i shkëpus nga vetja. Atëherë, me të 4 gjyshit lidhja ime ka qenë sigurisht ka patur specifikat e saj, por e përgjithshme është që boshti i përbashkët për gjithë është dashuria. Është ai boshti që mendoj e kemi e ndjejmë të gjithë. Po njëra prej gjysheve është gjithmonë më e afërt, më e ngushtë, marrëdhënia. Të gjyshe, po, unë kam jetuar deri 14 vjeç, gjyshen tjetër pata fatin ta jetoj më gjatë pranë vetes, por edhe pse gjysha ime u largua herët nga jeta, unë kam patur brenda vetes gjithmonë dhe
është shumë e çuditshme, po flisnim përpara për këtë, para se të nisim transmetimin. Nuk e di pse mua në momentet vështira apo dhe në momentet më të bukura të jetës e kam patur gjithmonë pranë në ëndër. Është një lloj telepatie apo është diçka më shumë, ky mbetet një mister. Shpirti i saj, domethënë ti e bën këtë pyetje në mënyrë të vazhdueshme, edhe në libër, edhe në realitet. Pra, gjithmonë e kërkon atë prezencën e gjyshes në momentet e tua më të vështira. Disa prej tyre i ke përmendur, mund t'i ndajmë dhe me publikun. Disa momente që gjyshja jote ka shënjuar, ose të ka qenë si një udhërrëfyes, ose ka ardhur si një dritë në jetën tënde. Niki, është një libër, siç e the edhe ti, në shumë momente, në shumë kapitull është shkruar me pafajshmëri, ka shumë pafajësi fëmia. Por ato janë pjesët që mua më kanë mbetur në mendje me gjyshen, ato janë momentet ku gjyshja më ka falur urtësi dhe gjitha ato që unë kam marrë prej saj, kam arritur t'i transmetoj më pas edhe tek të tjerët. Pra, ajo që dua të theksoj në këtë libër është sa fat ka një fëmijë ku rritet me dashurinë e gjyshërve dhe besoj jemi shumë dakord. Dhe sa i privilegjuar është kjo dashuri, sepse do ditë ja japi jo vetëm fëmijës, por ta ketë këtë mirësi edhe në brezat, edhe në personat që do të ketë pranë, që do të rrethojnë. Kështu që është fat i madh kur një fëmijë rritet me dashurinë e gjyshërve. Nëse e ke vënë re, unë kam përshkruar momente shumë normale. Të thjeshta të përditshmërisë, kur ajo thurte me shtiza, kur ajo gatuante, kur ajo luteshe deri tek lutja e mbrëmjes që përshpëriste para se të flinit dhe ti si fëmijë nuk e kuptoje çfarë po thoshte dhe ti e pyesje. Kur shihni një perëndim me gjyshen dhe është një pyetje shumë naive që unë i bëj. Ajo më tregonte për Italinë, sepse motra e gjyshes time kishte shkuar në Itali që përpara luftës, ishte njohur një ushtar italian dhe jetonte atje dhe shpesh mbaj mend gjyshja që thoshte, Berta nuk i njoh vuajtjet tona psikologjike, gjëra që mua si fëmijë më bënin përshtypje. Dhe një herë mbaj mend i kam thënë Mamiliria kur shikonin perëndimin. Kaq i bukur është perëndimi edhe në Itali. Pyetje kaq fëmijërore, pyetjet që shkojnë në kokën e një fëmije, dhe këtë pyetje ja drejtoja gjyshes, e bindur që ajo do të më jepte një përgjigje, dhe nuk e them përgjigjen tani që më dha në libër, por janë momente kaq normale dhe ti thua, ka mundësi që këto në momente të mbeten në mendje, por çfarë është jeta tek e fundit, janë gjithë këto gjërat e vogla, gjithë këto lumturia është pikërisht të çastet që kalojmë. Dhe unë prandaj mendoj, base ka momente shumë të rëndësishme që nuk i kam të fiksuara, në këtë libër kam vënë, si që kam thënë dhe që ti i mban mend më mirë, pavarësisht se ka kaq vite që gjyshja është ndarë nga jeta. Një punë me grep, mbaj mend siç e them dhe këtu kur kemi shkuar në Vorreza dorë për dorë, kur më shtrëngonte dorën, dhe më është fiksuar, më ka thënë, kur të mos je më hajde ndonjëherë dhe më tako dhe më sill një lule. Dhe këtë unë kam Shkon shpesh? Shkoj shpesh, edhe kur nuk kam qenë në Itali, në Shqipëri që jetoja larg, sa herë vija, shkoja patjetër dhe vija një lule, dhe ishte takimi im dhe biseda ime me gjyshen, ajo lule më duke si një ndërmjetëse, ajo buzëqeshja e gjyshes në atë fotografi, më kujtonte gjithë çastet që unë kam përshkruar këtu. Kam një lidhje speciale me gjyshen, por mendoj që të gjithë ne kemi këtë lidhje, kështu që e ndjeja si nevojë shpirti ta shpreja, ta tregoja me momente shumë të vogla, nuk mund të shpreh gjithë ato që unë kam brenda në qinet sa faqe, por do t'i shërbej kujdo që e ka gjyshen pranë, këdo që e ka jetuar periudhën më të bukur të fëmijërisë me gjyshen, me gjyshin edhe pavarësisht se ato nuk mos jenë më, që është duke jetuar aktualisht, që është rrëfyer nga prindrit për një gjyshe që ndoshta nuk është njohur nga. Pra, të gjithë brezat mund të jenë, le të themi, pjesë të gjejnë veten brenda rreshtave shumë të sinqerta të Sonilës. Kanë treguar të histori shumë të forta aty dhe duhet kuraj që ta tregosh. Ta tregojnë njërën prej historive, si thua? Që do doje të ndaje. Mirë, të zbulojmë shumë pak atëherë. Kam qenë një moment shumë i vështirë i imi, kur linda ti mbir, sepse pati një problem gjatë lindjes dhe nuk arrita do ta shija në momenti që e linda. Unë linda me operacion, bëra një cezar, një operacion, dhe nuk e dija problemin që mund të kishte i mbir, ma kishim fshehur që të më ruanin qetësinë. Pas lindjes, po. Po, dhe këtë e zbulova pas i linda. Sigurisht, nuk ndjeva shumë dhimbje fizike, dhimbje ishte psikologjike, me ziprita që këtë shia ti mbir, që e pash të lidhur me narkoz, me serume, dhe që mos lëviste duar dhe ja kishin lidhur ato duar, të shohësh fëmijën tënde shumë me serum, mos e ushqesh dot fillimisht, do me thënë janë momente që për fat sot kujtohen si një e shkuar e harruar, dhe në gjitha të
të merë në gjitha të vështirësi, bukuria ishte dhe ajo mrekullia brenda, sepse unë pash krijesën time të lidhur, por e pash. Gjithmonë kam parë gjyshe në ëndër, në momentet të vështira, sikur merja një biçikletë. Kur kam nisur e vogël të jepja biçikletës ta mësoja, e kam patur pak ankth, mezi e mësova, kisha frikë. Dhe kjo gjë më dilte në ëndër, sikur merja një biçikletë dhe shifja në fund të rrugës gjyshen, rruga ishte pak a shumë gjithmonë e njëjtë që më buzëqeshte. Dhe kur unë e dija që do arrija të shkoja aty, e kuptoja që ishte diçka që do ta kaloja. Në momentin që ti nuk arrije, ishte diçka më e vështirë për të kaluar. Në momentin që unë nuk arrija, e dija që do të kishte vështirësi. Kjo ka qenë një ëndër e përgjithshme që unë e shija shpesh. Që e sheh shpesh, edhe shef edhe sot të kësaj dite? Patjetër. E kam po. Atë natë unë kam parë tjetër ëndër, nuk po zbuloj gjithçka dhe po e lë këtu. Le ta zbuloj lexuesi. Por dua të them që e kam shprehur dhe në libër këtë. Nuk e di ashtë pavedia ime që e zbuloni edhe në ngjarjes dhe ma tregon këto nëpërmjet mirësisë së asaj fytyre, të atij portretit të mrekullueshëm, apo është diçka më shumë, apo është vërtet një shpirt, apo janë të gjitha bashkë. Nuk e di çfarë është, por unë e di që gjyshi është aty. Mami Liria kur ka lexuar librin, çfarë të ka? Mami Liria nuk ka lexuar, sepse Mami Liria nuk ka qenë më, por mami. Atëherë. Mami juaj, njerëzit që kanë lexuar të afërmit e tu, pra kanë njohur një person që ndoshta nuk e kishin njohur më përpara. Këtë doja të dilja. Ky libër Niki, unë e folëm, ka dalë, është botimi dytë, ka dalë për herë të parë, unë publikova pak kopje herën e parë dhe i morën njerëzit që e njihnin më shumë. Dhe të gjithë më kanë thënë një gjë, jam mallëngjyer, kam qartë. Mbaj mend kam shkuar në shtëpi dhe pash mamin dhe hallën time, që është vajza e gjyshes, me lot në sy. Halla ime ishte nga shëryer. Por ato kanë një histori, janë të përfshirë. Janë të përfshirë sepse e njohin personin. Ndërsa tek njerëz që nuk e njihnin gjyshen time, kanë lexuar librin thjesht si lexues, kam marrë fjalë shumë të mira. Gjithmonë më kanë thënë atë ëmbëlsinë që është në libër, atë pafajësinë shpesh herë dhe ato mesazhet e bukura që mendoj i bëjnë mirë sidomos adoleshentëve dhe të rinjve ta lexojnë. Të cilët janë ata që duhet ta lexojnë të parët faktikisht, për të kushtuar më tepër vëmendje dhe duke u shkëputur pak nga teknologjia, për t'i dhënë vëmendje dhe dashuri gjyshëve, siç ata e japin pa kushte. Anisa, ti ke patur marrëdhënie të ngushta me gjyshit, me 3 prej tyre sigurisht që nuk janë më, por më trego pak këshilla që të ka shoqëruar për gjatë gjithë jetës tënde. Çfarë të këshillonin gjyshrit? Dhe me cilin ke patur më tepër marrëdhënie të afërt? Në fakt, gjysha ime do ndjekë këtë emision dhe shpresoj që ndihet shumë krenare për këtë pjesë. Këshilla në fakt që kam patur nga të 4 gjyshrit ka qenë vlerat, do më thënë vlerat, familja, të qenit shumë korrekte në marrëdhënie me tjerët, shumë korrekte në çdo hap që unë hidhja në jetën time. Sigurisht, në kohë që jetojmë sot, unë nuk e di se sa të favorizon një këshill e tillë, por realiteti është që kjo që unë jam sot, jam fal shembujve në fakt, për te këshillave dhe shembujve, sepse ata jetonin për ditë atë çfarë mua më transmetojnë dhe më vjen mirë se unë jam tip shumë nostalgjik dhe her pas here në rrjetet e mia sociale postoj foto të gjyshërve të mi dhe kam arritur të njoh dhe miq të tyre që më shkruajnë me shumë respekt për gjyshët dhe më vjen mirë që në fakt atë çfarë ata kanë predikuar tek mua e kanë jetuar dhe vetë. Keni një vend tuaj të preferuar që flisni dhe kujtoni të shkuarën, familjen tënde? Po, në fakt kemi 2 vende. Vendi i parë është makina ime, ku ne dalim natën kur gjyshën time nuk e zgjumi prej pleqërisë. Çfarë lidhje speciale do? Dalim natën, bëjmë muhabet, kam shumë video duke bërë biseda shumë spontane me gjyshën në makinë, duke vënë dhe këngë labes, ajo është labe. Dhe vendi i dytë nuk do e themi sepse është një biznes, është një vend ku ne e kemi krijuar si traditë mbas vdekjes së gjyshit. Është një lumturi e paparë kur unë shikoj nga një person në moshën e asaj
që akoma dhe sot vazhdon kujdeset në blen gjëra. Në sot të ta kam blerë. Dhurata, jo. Jo vetëm mua, patjetër, se ka dhe shumë besa dhe një për tjerë, po që... Gjithmonë e kanë diçka për këdo që kanë në familje. Gjithmonë e kanë mbajtur, e kanë ruajtur. Gjysha është 84 vjeça. Ta kesh me jetë. Ja, gjysha për cilën po flasë. Kjo është gjysha për cilën po flasë. Dhe më sa që njëja, unë do doja shumë të njëja. A i njën ti në karakter gjyshes? Unë besoj që po, kam marrë shumë nga karakteri i gjyshes time. Unë kam trashëguar diçka nga të katërt. Nga gjysha nga në babit, unë kam fizikun, se të dyja fiset i kam shumë gjatë, përveç se gjyshes time. Dhe është fakt shumë i lezetshëm që nga gjithë niprit dhe mbesat, vetëm unë i kam gjarë për nga struktura fizike gjatësia, dhe ajo ka qenë shumë zonjë, ka qenë edukatore kopshti, kështu që këtë ndjesina për kujdesjes besoj që e ka patur edhe nga profesioni saj. Gjyshin e kam pasur tip lideri, ka qenë i angazhuar atëherë qoftë edhe politikisht në vitet e tij, ka patur pasion të shkruante, ka botuar shumë shkrima, përsa i përket ekonomisë, minierës me malajt. Unë gjithashtu e kam këtë pasion, dhe tani vonë e kam, jam vetëdijsuar që në fakt unë këtë e kam të trashëguar, sepse në Memaljaj po tentojnë të krijojnë muzeun e minierës, dhe më dërguan të gjitha të dhënat për gjyshin tim. Njazi nga në babë, shkrimet e tij nga Zëri Popull. Të rikthyen përsëri dhe mësove dhe më shumë ato gjëra që ndoshta nuk i dije për gjyshin. Kur i shikon edhe konkretisht, ishte një gjë shumë e bukur dhe nuk e di, mbesat e mia, unë kam 3 mbesa, mbesat e mia kanë fatin që të kenë një raport gjithashtu shumë të mirë me gjyshrit, por unë e di që nuk është ky realiteti i të gjithëve, sepse kanë ndryshuar dhe konjunktura brenda familjes. Pra, le të themi në një lloj mënyre gjyshit apo gjyshit po jetojnë vetëm. Nuk jepet aq rëndësi dhe hapësirë në familje, vendimet i marrin. Jemi rritur me primin është gjyshi, duhet respektuar, duhet dëgjuar. Fjala e fundit është e tij. Absolutisht po. A kanë qenë gjyshit tanë më të fort emocionalisht se në ditët e sotme apo gjyshit tanë modern? Kanë jetuar në periudhë më të vështirë patjetër. Unë s'kam parë më ka marrë malli të shoh një gjyshe që është në balkon me atë grepin, me atë shtizën, me peun. Nuk kam parë. Përkundrazi, sot shoh atë, dëshiron për të parë gjyshe sa më të reja, sa më të mbajtura, nuk e di, sikur po humbë pak ai imazhi i gjyshes klasika. Deri diku jam dakord, sepse unë mami më gjyshe e 3 mbesave dhe duket shumë ere për moshën që ka. Edhe, po mua më duket gjë e bukur kjo në fakt, sepse në momentin kur tenton që ti jesh mirë me veten, se për mua dukja duhet reflektoj një herë brendin. Pasqyron pak të vjen tek keq. Dhe në momentin kur je mirë me veten, këtë gjë e transmeton dhe tek mbesa, këtë gjë e transmeton dhe tek për aq kohë sa nuk kalon në një formë egoizmi në kuptimin e asaj që vetja jote të jetë boshti. Cili është sekreti i gjyshes tënde? I e gjatësisë së saj, i të qenit mirë, aktive, edhe të përfshihet pastaj edhe në kënaqësitë e moshës tënde. Gjyshja ime, pra kjo që kam në jetë, Këzja, ka 6 fëmijë. Këzja, po gjyshja që kam në jetë quhet Këzja. Këzja. Dhe ka 6 fëmijë, ka 3 djem, 3 goca. Lindnin dikur. Jetën nuk e ka patur. Jetën kur ka qenë fëmijë apo dhere nuk e ka patur të thjeshtë. Pra nuk është se vjen nga një background ku komoditeti ka qenë maksimal, përkundrazi duke qenë vajza e madhe ka patur shumë përgjegjësi mbi shpatulla dhe për motrat dhe vëllezërit e saj. Është martuar shumë herë. Në mos gaboj është martuar diku 18-19 vjeçë. Pra me gjyshin... Dhe shumë e re nuk për raste të tjera që kanë martuar dhe 15-16 vjeç. Për kohën që ka qenë, është e vërtet. Është e vërtet. Dhe le të themi që dhe në momentin kur u martua, nuk është se martesa në atë kohë vinte me një manual të mirë fillt, le të themi si sot që dim shumë gjëra përpara se të martohemi, që shikose. Atëherë ti thjesht e jetoje dita ditës atë situatën, dhe unë mendoj që fakti që
jeta atëherë e merr shumë. Pra, është jeta, janë kushtet dhe duhet të ecim përpara. Pra, nuk rinin aq shumë duke reflektuar sa ne sot. Më mendoj që ne sot jetojmë më shumë në gjendje reflektimi se sa në gjendje të jetuar. Ne reflektojmë, do hedhim këtë hap, po jo, po ndërkohë ka ikur momente, ai hapi ndoshta nuk hidhet kur. Unë jam e kundërta. Sot jam 38 vjeçë dhe akoma nuk jam martuar. Sigurisht nuk e kam akoma në planet e afërt një fëmijë, kjo nuk do të thotë që nuk i dua këto gjëra. Por të fillon dyshja ngele pa martuar, të flet shpesh, të shtyn martohu, mos të them që është ndoshta meraku i vetëm që ajo ka, por njëkohësisht duke se ajo shumë moderne, domethënë ka Facebook, i ndjek të gjitha lajmet, ndoshta për politikën... Nuk mendon të gjyshja ime, sot po të kishtë Facebookun. Për politikën di shumë më shumë se sa mua, se nuk gjithë ditën e ke duke gjuar lajme. Sepse po thoshte, nëse mos haroj, është e kundërta, për shembull, gjyshja ime ka qenë arsimtare, ka studiuar ke nëna mbretresh, u martuar vonë, për kohën, sa atër martoheshin që 17-18 vjeç. Po, të vogla, kryonin familjen. Dhe ajo u martua diku në moshën 30 vjeçare, sepse ju dedikua studimit, dhe më tregonte shumë histori për kohën kur ka studiuar të nëna mbretresh, dhe unë këto kam qenë mësuese disa vite, mbasi mbarova shkollën, dhe kjo kam përshtypjen, ka ndikuar shumë edhe e jetuara me gjyshen, dhe çfarë më tregonte, e tregoj në libër, më ka marrë njërë në një seminar që u bë në një shkollë, që do t'ishte shkolla ku unë do të bëja 8 vite mësim, dhe atë ditë ajo mbajti një fjalim si arsimtare, kishte dalë në pension, si arsimtare nderuar, që ishin ftuar për 7 marsin, dhe ajo ditë mua më është, e kam dhe në libër, e kam përjetësuar në libër, i kam dhe një jetë, ase në gjarjeje, ka ndikuar shumë në vazhdimsinë time, pra sa ndikon mësimi i gjyshes, çfarë të lë ajo, çfarë të rrënjos ajo, unë u bëra arsimtare. Pastaj jeta ma solli se jeta është e paparashikuar, pra ne nuk arrim asnjëherë ta dim çfarë do të ndodh, dhe mirë që është kështu, jeta më solli që unë t'ikja në Itali, sepse unë njoha me bashkëshortin tim, por vitet e para unë ju dedikova mësuesisë dhe mendoj kjo është të këtë ka ndikuar, është merit e gjyshes tënde që ti u fute arsimit për të. Mirë, ne do të lexojmë një paragraf nga libri Portret gjysheje, do të shkëputemi fillimisht për publicitet dhe zgjedhim një paragraf që do të na këshillonte Sonila, që do të ishte shumë me interes edhe ngacmues nostalgjin e njerëzve që na ndjekin, e shikuesve tanë. Ka publicitet. Atëherë do të lexoj një paragraf të vogël. Gjyshja ime shkoi në Itali të takonte të motrën që jetonte në Itali dhe na tregonte si ishte bota atje. Dhe mua, kur më tregonte për ato mrekulli, për dyqane me kate që shiteshin lloj-lloj asortimentesh, por jo vetëm gastronomi, kishte në një kat më thoshte dyqan veshjesh, gjëra të tilla që mua më dukeshin ëndra dhe më dukeshin të pabesueshme, mendoja se ajo sajonte këto në një farë mënyrë për mua legjenda, që të më tërhiqte dhe unë t'i dëgjoja. Në fakt, kur zbulova botën jashtë, e kuptova që ishin të vërteta. Dhe më thoshte ndër të tjera që ndonjëherë kur sa haja atë kosin që ne zinim vet, e zinim dhe bëjmë cipa, dhe ajo thoshte të tihet pak sheqer se në Itali ka dhe kos të ëmbël. Ta harsim në Itali që unë të haja, dhe unë mendoja që ajo më gënjente. Është një moment që zetonim... Hajni ajkon se të bën të bukur. Po, ajkon e qumshtit, kur ishte. Kurse unë kisha atë ajkon e kosit që se duroja. Dhe atë mëngjes, në prag të nisjes për plazh, vendosa të luaja në të njëjtën mënyrë, me atë bardhësi gjithë sipa që kishim përgatitur në një tenxhere të madhe ku patëm hedhur qumësht, një filxhan kos, se më pas e kishim bështjell që të bënim kosin, tenxheren me një batanie të trash për të fermentuar qumshtin. Ishte një lloj sfide që kisha krijuar dhe ruajtur me kosin, që në momentin kur mami Liria, gjyshja, më pati treguar për rallën e çudirave të kosit me fruta. Dhe unë pata vendosur ta sfidoja shijen e thartë që më jepte për të ngrënë. Në mendjen time e haja të ëmbël mbushur me fruta, por mendoja se çfarë shije ti vendosja atë ditë. Ti vishja mëngjesit, pra atë një shije atë mëngjes të veçantë të turbulluar nga mosdurimi, ti jepja shije qershie apo kajsie, lule shtrydheja apo... Ajo afrohet dhe më thot, kam një pjeshk, ta ndaj e të hedh disa copa të vogla në pjatë, haje kos me pjeshka. Ngrita kokën dhe e pash me qetësi. Pse më duke sikur më lexonte fantazit?
Po, më hidhi thash. Pjeshka ishte e fortë dhe brenda në kos nuk shkonte fare. Në qoftë se dikush po lexon këtë ngjarje tani sigurisht është duke qeshur me mosbesim. Ka mundësi që ndonjë të mendoj dhe se duhet ishte vërtet një kombinim i kot dhe pa kur farë shijeje. Kos i bardh i freskët, hedhur në pjatë, përzier me sheqer dhe copsa pjeshke. Të them të drejtën nuk më kujtohet të kem ngrënë një kos më të mirë se ai i atij mëngjesi. Sot kur shijoj kosin me fruta nuk e di pse gjithmonë më mbetet në gjuhë shija e pjeshkës. Cila ka qenë receta përveç se kësaj që refen vetën e parë dhe pavarësisht se duket si një rrëfim kështu naiv i sinqert, po të fut në atë botën e ëmbël nostalgjit e bukur të kujtimeve me gjyshen. Cila ka qenë receta që ti vazhdon ta gatuash ose e mban mend ose ajo e gatuan të aq mirë edhe gurabiet. Gurabiet. Po, që i bëni me sheqer, me miell, të pudrosur ashtu me plur sheqeri. Po, ndonjëherë mbaj mend të hidhte lëkur portokalli, nuk e di. Gjysha ime ka patur mbaj shumë. Lynte flokët deri në moshën kur u shtri në shtrat, ajo që i dolën flokët e bardha dhe për mua dhe ajo bardhësi ishte e mrekullueshme, por gjithmonë është kujdesur shumë për veten, gjë që nuk ndodhte në atë kohë. Kishte ndonjë sekret që ti e mban mend çfarë kujdesi i kushtonte lëkurës, me çfarë lyente? Kemi qenë të varfër, nuk kishte dhe ajo na qëronte kastravecin. Dhe lëkura e kastravecit lynte fytyrën. Gjyshja me bën dhe sot. E bën edhe sot gjyshja jote. E shikon. Dhe mua më duke shumë çuditse atëherë. Atëherë ishte konsideroj femra nuk i lyente flokët, vajza e re, nuk lyeshin flokët në atë kohë, ndërsa gjyshja ime i lynte në balkon, unë dhe më thoshte, i këtutje se s'të bën mirera, unë rria kuriozët. Të gjitha këto janë gjëra që unë i kam brenda, dhe kam dashur në një farë mënyre jo gjithçkaja, ti jap jetë në këtë libër. Dhe ishte një panoram, jo vetëm një portret, jo vetëm i gjyshes tënde, po portret i gjysheve i kohës dhe i familjeve, një portret i bukur me ngjyra, pavarësisht se koha e shkuar na vjen me ato ngjyrat gri ndoshta, por ky libër ka shumë ngjyra, ka jetë, ka madh nostalgji. Fantazia e një fëmije, po. Tamam, është një arkiv i bukur. Që është shumë fantazi Niki, është shumë kuriozitet për brezin e ri dhe mendoj që është shumë nostalgji për na. Çfarë recete gatuan mirë gjyshja jote? Në fakt, unë kam kujtim të jetur e të bukur njëkohësisht. Kur isha fëmijë, kalova një sfidë shëndetësore dhe ishte pamundur të më ushi, refuzoja çfarëdo lloj ushqimi, kështu që gjyshja ime në atë kohë mori përsipër këtë sfidë dhe më mësoi atë që ne quajmë gjellë e verës, që bëhet me domate, speca në tigan, por unë e refuzoja lugën, kështu që më mësoi që ta haja me të ngjyrë, me bukë. Dhe mua më ka ngelur si zakon deri tani vonë që ndonjëherë kur ka diçka që më mërzit, bëj gatimin. Bëj këtë ngjyrë, po. Këmbgulte ajo, që ti të ushqesh. Këmbgulte dhe ja arriti. Përveç se ndërmori si sfidë, pati sukses në këtë sfidë. Dhe jeta është shumë e bukur, sepse sot unë jo gjithmonë me sukses, po përpiqem t'i bëj një gjë që asaj mund t'i pëlqej apo mund t'i duket interesante, sepse për moshën që ka, ajo tashmë e refuzon ushqimin, janë shumë pak gjëra që ajo mund të konsumoj. Dhe unë gjithmonë jam në atë luftën, do provojmë sot një gjë të bukur të mirë. Jo gjithmonë ja arrim me sukses, është karakteristik plak-labe. Si? Ke patur, ose se me thej që nuk është se je martuar dhe ke patur mundësi që të ose e fton gjyshen, ose shkonte gjysha për të fjetur pranë aromës së saj? Patjetër, e vizitoj shumë shpesh, sepse gjyshja ime pasi ndroi jetë gjyshi, tash ka 3 vite, që gjyshi pikërisht në 9 nëntor ka ndruar jetë, 2023, dhe ishim në këtë bisedë, besoj që gjithë familjet e vëmë që çfarë do ndodhi tani, sa për të na i bërë neve qefin, erdhi disa ditë, pastaj tha, e di se është puna, tha, për aq kohë do përdor shprehjet e saj, për aq kohë tha sa jam me mend, me duar dhe me këmbë, tha, unë dua të ri në shtëpinë time. Dhe në një lloj mënyre unë jam angazhuar që ta frekuentoj shumë shpesh, në mënyrë që dhe ajo, për sa kohë kjo gjë të jetë e mundur, dhe shpresoj që të jetë e mundur për një kohë shumë gjatë. Ti përdore dhe ne ju urojmë jetë gjatë. Ti përdore një shprehje. Ka një shprehje Sonila që e mban mend nga gjysha dhe e ke bërë pjesë të fjalorit tënd? Patjetër, dua të them këtë edhe diçka që
ka që moment shumë i vështirë dhe për mua, kur u largua Babinonda gjyshi, që atëherë nuk ishte më i njëjti vështrimi me Amiliris. Ndonjëherë kur flinin bashk, më shtrëngonte dhe më duke si kur donte të më transmetonte dhimbjen, dhe jo, duhet ta meritosh dhe dhimbjen e dikujt, jo gjithkujt mund t'ja transmetosh dhimbjen. Dhe gjyshja, unë isha fëmijë, dhe ajo më përqafonte mua, në një farë mënyrë ma transmetonte mua atë, gjeti atë mbështetje të ma jepte mua, shiko çfarë kujtimi të bukur kam, sa i vështirë ashtë dhe i bukur. Një shprehje që gjyshja na thoshte gjithmonë jo vetëm mua të gjithëve ne, mos i bëj tjetrit atë që nuk do të të bëjnë ty. Kjo më ka ngelur në mendje. Duket si postulate këto shprehjet e gjysheve, që janë aq të vërteta dhe aq reale në jetën tonë, sa lumë ata që i përdorin dhe i kanë si pjesë të fjalorit edhe të udhërfimeve të rrugës të jetës së tyre. Ke një shprehje tjetër, Anisa? Në fakt, gjyshi i cili ka ndruar jetë, ai më thoshte gjithmonë zemra e gjyshit, kujdes nga borxhi. Nga borxhi? Borxhi, jo vetëm në kuptimin material, po dhe të hysh në gjuna me dikë. Dhe gjyshim ka në mamit, që mali, dhe kemi në foto tani, a i ka qenë tip shumë i serë, pra nuk ka qenë a i gjyshi tipik i ëmbël, për kundra, zi ka qenë shumë i serë, deri vonë. Por duke qenë që me mua, që kur isha vogël, ka krijuar një raport shumë special, se më merte, më mbante. Një lloj mënyre, për shkak se prindë punonin, a i ishte i detyruar që mbante, më kujtonte gjithmonë që të merja të gjaketat, fusja brenda gjaketës, dhe me gjyshin unë kam sfiduar frikën time më të madhe, po e ndaj dhe këtë gjë këtu, sepse mua disa familjar më kanë ndruar jetë, dhe disa fatkesisht në mosh shumë të re, por vdekjen e një njeriu e kam parë nga fillimi në fund vetëm me gjyshin. Dhe kjo ishte, le të themi, një dëshirë e imja, që doja të isha aty, prezente dhe... Ka qenë e vështirë për ta përballuar dhe çfarë moshe? Gjyshi vdiq në moshë, le të themi, për neve gjyshit nuk duhet të ketë një moshë. Gjyshit janë të pavdekshëm. 87. Ishte 87 vjeç dhe unë vitet e fundit isha kujdesur gjatë gjithë kohës për gjyshin dhe ndoshta kjo gjë ma bëri shumë më të lehtë në kuptimin që nuk doja të mungoja në atë pjesë shumë të vështirë, por dhe të rëndësishme. Aq shumë na japin dashuri sa janë të pavdekshëm dhe ajo që ndron për gjatë gjithë jetës tonë. Anisa po fliste për këtë dhe mua më gjyshi tjetër nga Babinonda ka qenë shumë gazmor, këndonte këngë italisht, greqisht, shtrirë në divan, nuk të imazh kam. Gjyshi tjetër, gjyshi Ndoni nga mami, ka qenë shumë i sertë. Nuk e jetova shumë, por mbaj më diçka, një gjë shumë interesante që nuk na linte të lyenim gishtat me maneqyrë. Një ditë që s'ishte gjyshi, unë kisha lyer gishtat, kur ai vjen surprizë dhe më sheh mua në verandë që rinim. Ua, gjyshi, thash unë, po ti këtu dhe kjo mua më është rënjosur. Sot sa emocionohem. Po ti, ja pash një ëndër, tha dhe erdha. Çfarë ëndër? Sikur kishe lyer ti gishtat. Kaq mua, dhe unë nuk i leva më gishtat përpara gjyshit, por mbaj mend këtë imazhin e serios të gjyshin Ndonit që këndon të hapi sytë e zezë, të na sjellë zhbehar nga përmeti. Dhe nuk më shqitet kjo, sa ishte serios, aq ishte i ndjeshëm dhe këtë e shprehte në këngë. Këto shprehjet e gjyshërve, për shembull, pash një ëndër sikur ti kishe bërë këtë veprimi që mos ta thoshin drejt për së drejtë ose ma tha zogu që ti kam patur autoritet, kam patur. Edhe kur ishin gazmor kishin autoritet mosha, nuk e di. Pas kaq vitesh, meqense jemi në fund Sonila, nëse do ishte gjallë gjyshja jote, çfarë do doja ti kishe thënë që të ka mbetur? Do doja ta përqafoja. Unë shoh atë ëndrën që nuk e arrit dot, dithe mami Liria, këtu je, ku je? Ta e më qesh. Kur nuk më rrallë qëllon që më vëdoro në flok. Shumë herë të tjera e shoh dhe është ai malli dëshpërues, po mendoj dhe besoj jemi dakord që malli ka prezencë më të fuqishme se malli, sepse ndërkohë do me thënë e ke pranë. Po ta kisha këtu do ta përqafoja dhe këtë u them të gjithëve, qofse i keni gjyshrit jetojni, thojni fjalë të mira, gëzojni, flini me gjyshrit. Fundja fundit nuk duan asgjë më shumë se sa një përqafim dhe një fjalë të ngrohtë, nuk duan asnjë gjë në këmbim të kësaj, përveç dashurisë tonë, të cilën na e kanë dhënë pa kushte, është një arkive madhe në vetën tonë. Faleminderit që folëm për gjyshrit. Faleminderit që keni me jetë gjatë ju në shtëpi dhe ju që i keni përqafojni sot, sa nuk është vonë. Kalofshi një ditë të bukur, mirupafshim.